Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamihi tanzilih. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Hamd dhe falendrimi dhe lavdrimi i takon Allahut, krijuesit fuqiplot. E falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që na bëri musliman. E falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që na zgjidhi për fen islame, fen e vetme të pranuar tek Allahu Xhelal Shanuhu. E falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që na bëri pjesëtar dhe ummet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që na krijoi në formën më të bukur, në fizionominë më të bukur, dhe a nuk meriton që ne të falenderojmë Allahun Dhul Xhelal mëngjes dhe mbrëmje, sabah dhe akşam ta falenderojmë Allahun Dhul Xhelal me falenderimet e panumërta i takojnë Allahut fuqiplot. Tema që do të lexoj për teleshikuesit dhe dëgjuesit tanë, ata që të na shohin përmes ekraneve dhe rrjeteve sociale, ndash Facebook, YouTube e kështu me radhë, është vlera e duas apo duat të cilën pejgamberi alayhi salam i ka thënë vetë në gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Si fillim do të tregojmë vlerën e duas duke argumentuar me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Fa o Muhammed, kur të pyesin ti se una jam afër, thuaj se unë jam shumë afër tyre, ata të cilët më lutin mua, ata të cilët bëjnë dua të unë, thot ujibu da'wata ad-da'i, çdo lutje ata të cilët e bëjnë ne i përgjigjemi. Allahu Dhul Xhelal nuk i them premtimet e veta. Zoti fuqiplot për atë të cilët na ka premtu, thot inna Allahe la yukhliful mi'at. Zoti nuk është thyes i premtimeve. Kur thot Allahu Dhul Xhelal se unë i pranoj duat o robët e mi, o biri i Ademit, lutu se unë me të vërtet duat, lutjet e juaja, kërkesat e juaja çka i keni, pengesa dhe ankesat që keni, dhe thot unë jam ai i cili, Allahu Dhul Xhelal, ai i cili i shëron çdo smundje dhe çdo breng që i kemi na, është shëruesi i shëruesve, është krijuesi fuqiplot Allahu Dhul Xhelal. Njëkohësisht thot Allah i pranoi thot lutjet. Dhe të nderuar ju që na ndjekni, mos nguroni dhe as mos u tërgoni për tac, po thoni lutni Allahun Dhul Xhelal në çdo moment, në mbrëmje, në mëngjes, në drejk, në kohë mes ezan dhe ikamit, në kohën e xumos, në sejdë, në ruku, çdo kund, lutni Allahun dhe bëni dua, se më të vërtet Allahu Dhul Xhelal i pranon duat dhe lutjet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ad-du'a'u mukhlul ibadah." Duaja është esenca apo thelbesorja e ibadetit. Pra ai i cili bën dua, njëkohësisht ka bë ibadet dhe adhurim Allahut Dhul Xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: 3 personave nuk i refuzohet duaja, nuk u kthehet prap, i pranohet te Allahu Dhul Xhelal. Ka thënë, kush janë ato ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit? Thot, i pari imami drejt, udhëheci drejt, ai i cili udhëhec drejt me popullin e vet. Po ma parasysh farë funksioni kryen në shtet, imam, ministër, kryeministër, po ma parasysh udhëhec kryetar komune, është i drejt në pikat e sferat e tij ku ai punon dhe frimon, thot ati duaja nuk i refuzohet, i pranohet Allahu xhelal. E dyta është agjëruesit apo ramazanlis i cili bën dua në iftar, edhe ati i pranohet duaja. Dhe prindërit, baba dhe nona, kur lutën për fëmijët e tyre, për çikën apo për djalin, lutën: o Zot, drejtoje fëmin tem, o Allah,
udhëzoj fëmijën në rrugën e Kur'anit, rrugën e Islamit, rrugën e Allahut dhe rrugën e Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duaja e prindërve nuk refuzohet dhe pranohet te Allahu Dhul Jalal. Këto janë disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ajet kuranor, të cilën është edhe një ajet kuranor ku Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "Ud'uni istajib lakum", thot o robët e mi, detyra juaj është të luteni. Mandej mos e mendoni se duaja është të pranuar për më njëherë, për moment, apo duaja vjen si përgjigje për anës Allahut më vonë, ose duan Allahu dhe Xhelal të arun pranim për ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, ka me thonë, o rojbe jam, urno duan të cilën e bënë në këtë botë, tash e ki dhurat për mu dhe shpëtim për anës Allahut Xheleshanuhu. Allahu na mësoftimi për tyre, ja Rabbel Alamin. Të janë disa ajete, citate nektare të Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tash do të tregojmë disa dua të bukura të cilën pejgamberi alayhi salam i ka thënë gjatë muajit të Ramazanit. Para se me ardh muaji i bekuar i Ramazanit, pejgamberi alayhi salam i stimulonte shokët e tij, sahabëve, dhe ju thonte: "Thoni këtë dua o shokët e mi, dhe na do ta cekme atë dua: Allahumma barik lana fi shahri Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan." Ju thonte sahabëve: o Zot, na bekon në muajin Rajab dhe Sha'ban dhe na mundso të arrim muajin Ramazan. Njëkohësisht pejgamberi alayhis salam kur ka thonë për të arrim muajin, na mundso të arrim muajin Ramazan, njëkohësisht pejgamberi alayhis salam ka thonë: o Zot, na beko edhe në muajin Ramazan, na begato edhe në muajin e bekuar të Ramazanit. Kur ka ardhur dita e parë e Ramazanit, prej fesë islame është të shifët, do thotë hëna dhe dëshmohet se është paraqit hëna e re, dy dëshmitar, sipas hadithit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kur është paraqit hëna e re, se muajt të kalendarit islamik pra ndrohen sipas hënës apo do thotë kalendarit lunar. Pejgamberi alayhis salam kur është paraqit hëna e re, ka bërë këtë dua dhe këtë lutje ditën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit. Ka thonë: Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Kështu i ka porosit pejgamberi alayhis salam që të bëjë dua kur ta shohin hënën e parë, që na tregon lajmin se ka hi muaji i bekuar i Ramazanit. Ka thonë: o Allahu Ekber, Zoti më i madh, o Zot, na mundsove përmes paraqitjes së hënës së re, na dhaj në lajm të gëzueshëm që na gëzojë zemrat dhe shpirtat tonë. Thot: o Zot, na dha lajmin se ka hi muaji i bekuar i Ramazanit, edhe në këtë muaj të bekuar në Ramazanit na sjell çka? Emn, siguri, kënaqësi, wal iman, besim të fuqishëm gjatë këtij muaji të Ramazanit, duke adhuruar Allahun dhe Xhall në mënyrë të pafund. Dhe mandej was salamata wal islam, dhe na sjell në këtë muaj thot çka? Shpëtim, wal islam, dhe nënshtrim ndaj urdhnave të Allahut xhaleshanu, wat tawfiq, dhe sukses në muajin e bekuar të Ramazanit. Lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Dhe përmes këtij suksesit ti je ti i kënaqur o Zot. Dhe i drejtohemi në fund thot: wa rabbuna wa rabbuka Allah, dhe i thami hanës se Zoti im dhe Zoti yt është Allahu xhaleshanu. Kjo është hyrja e parë në ditën e parë kur ka bë lutje pejgamberi sallam, kur është pa hëna e re që për na jep mesazh për lajmërimin dhe hyrjen në muajin e bekuar të Ramazanit. Mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot ka bëj lloj dua të ndryshme. Një prej duave të cilën pejgamberi alayhis salam e ka bën në sejdë, që ka bëu vetëm në namazet farz gjatë muajve jashtë Ramazanit, po edhe gjatë namazeve nafile, sunnet e kështu me radhë, pejgamberi alayhis salam e ka bëu edhe gjatë namazeve farz edhe gjatë kohës së muajit të bekuar të Ramazanit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahumma rabbik filli dhanbi kullahu dhiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa aliniyatuhu wa sirrahu. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam, dhe na ka porosit që edhe Ramazanlit dhe agjeruesit, ata që bëjnë Ramazan, të bëjnë këtë dua në sejdë: o Zot, mi fal gabimet e mia,
qofshin të pakta, qofshin të shumta gabimet që i kanë mëkatët. Qofshin ata të cilët i kanë bërë më parë, qoftë ata të cilët do thotë i kanë bërë edhe tash, qoftë ata të cilët i kanë bërë haptazi, qoftë ata të cilët i kanë bërë fshehurëzi përballë Allahut Dhul Xhelal. Kështu është lutë Muhamedi alayhis salam në sejdë dhe na ka porosit edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit të lutemi me këtë lutje, me lutjen të bukur që u shlut vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut edhe me lutje të ndryshme. Na ka porositur dhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit lutem edhe me këtë lutje, Allahumma inni es'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. O Zot, na mundso xhenetin e Allahut Dhul Xhelal. O Zot, na mundso ta fitojmë xhenetin dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua dhe lutje të ndryshme që na ka porositur dhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit i bëjmë. Allahumma kfir, Allahumma arham, Allahumma rzuq. O Zot, më fal, o Zot, më mëshiro, o Zot, më furnizo me furnizimet e pafundta dhe halal, ya Rabbil Alamin. Prej lutjeve tjera të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë, do thot gjatë lutjes në iftar, pejgamberi sa na ka porositur edhe neve ka thonë Allahumma laka sumtu wa rizqaka aftartu. O Zot, për ti agjerova dhe me riskin tënd bëra iftar. Prej lutjeve tjera që ka bërë gjatë iftarit në muajin e bekuar të pejgamberi alayhis salam ka bërë Allahumma inni es'aluka ar-rahmata allati wasi'at kulli shay'in an taghfirli. O Zot, më kaplon në mëshirën tënde se mëshira jote i përfshin çdo gjë. An taghfirli, o Zot, mi fal gabimet e mia. Kështu është lutet edhe pejgamberi sa gjatë lutjes e iftarit. Është një send posaçërisht kur ka shku dikun pejgamberi sa kur është thirrë në iftar, ka pas thirrje në iftar që pejgamberi sa ka thonë një njeri i cili jep iftar një vllau të vet është një sikurse ai të agjeroj të jap iftar dikujt tjetër. Dhe kur ka shku dikun pejgamberi sa për shembull në tregim një rast Sa'd ibn Ubade radhiyallahu anhu kur e ka thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në iftar dhe pasi ka përfunduar iftari ka bëu gjitha lutjet dhe duat dhe në fund pejgamberi selam o shlut për Sa'd ibn Ubadën që na mëson edhe ne të lutemi për ata të cilët na thirrin në iftar. Kështu ka thënë pejgamberi selam aftara indakumus sa'imun wa ta'amukumul abrar wa sallat alaykumul malaika. Kështu është lut pejgamberi alayhis salam për ata i cili i ka dhënë iftar. Thot të shtofshin ata të cilët pra agjerus, ata Ramazanlit edhe më tepër në sofrën tënde. Tha edhe më tepër të kesh njerëzit që i thirr në iftar. Wa ta'amukumul abrar, edhe Allahu Dhul Xhelal pra ti shtof mirësit dhe njerëzit e mirë në sofrën tënde. Dhe më në fund ka thonë wa sallat alaykumul malaika. Po ashtu edhe e lusë Allahu Dhul Xhelal që ti urnojnë melaqet të lutën për ti, shkaku se e bëni një të mirë dhe i dhoj iftar pejgamberit të Allahut, edhe na e lusmi në këtë mënyrë du ta lutmi për ata të cilët na japin iftar. Dhe një prej lutjeve të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka preferuar, si veti e pyeti Aisha radhiyallahu anha që bëhet në natën e Kadrit, që duhet jo vetëm gjatë muajit Ramazan, por edhe jashtë muajit Ramazan, posaçërisht në muajin e Ramazanit, tha ja Rasulullah, çfarë lloj lutje dhe dua mund të bëj unë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti i je falës, e don faljen dhe na fal neve dhe falë gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë disa dua, se ka dhe më tepër dua që ka thurr pejgamberi sa më i ka bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe jashtë muajit të bekuar të Ramazanit, po në fund na e lusmi Allahun xhelleshanuhu që Zotit na pranoj muajin e bekuar të Ramazanit. Punë të mira të cilat i bëjmë, Allah na bëj dëshmi dhe argument dhe shpëtim për neve në varr dhe ditën kur të dalmë ditën e Kiametit para Allahut xhelleshanuhu, dhe e lusmi Allahun xhellal që të na ringjallë me njerëzit e mirë ditën e Kiametit, na fusën xhenet dhe të na mësoj të jemi banor xhenet me njerëz më të mirë dhe të na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Gjithë ata të cilët do të arrijnë muajin e bekuar të Ramazanit dhe të agjerojnë, ju dëshirojmë agjerim të pranuar, agjerim të lehtë dhe lutje të pranuar
dhe dha Zoti të dalmi prej Ramazanit si rob të falur pi anës Allahut Dhul Xhelal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.